Shqipëria ka përpara shumë reforma dhe këto nuk mund të realizohen pa bashkëpunimin me opozitën. Kjo është ajo që deklaron deputeti demokrat Dashnor Sula, duke u shprehur se opozita do të vazhdojë të kontribuojë në integrimin e vendit. Ne kemi përpara shumë reforma të cilët duhet të realizohen. Janë disa reforma të cilët janë nisur dhe këto kanë filluar nga fillesën e tyre qysh nga marrëveshja e nëntorit të vitit 2011, të cilët ne e kemi votuar si parlamentar në Parlamentin e Shqipërisë dhe kemi kryer, besoj, rreth 80% të volumit të punës, qoftë për reformën parlamentare, qoftë për reformën zgjedhore dhe disa reforma të tjera, dhe cilët këto reforma kërkojnë një bashkëpunim midis majorancës dhe opozitës, sepse demokracia në Shqipëri është funksionale nëse kjo funksionon si e tërë, jo vetëm si majorancë, por bashkë me opozitën, dhe roli i opozitës në demokraci është shumë i rëndësishëm dhe iniciativat e opozitës janë shumë të rëndësishme. Duke u ndalur në zgjedhjen e presidentit, Sula shpreh se Nishani është një figurë e cila ka integritet të lartë. Sipas tij, nëse opozita nuk do ta bojkotonte votimin, votat për Nishanin nuk do të ishin vetëm 73, por do të ishin akoma më shumë. Nëse opozita do të kishte qenë pjesëmarrëse në votimin e zotit Nishani si kandidat për president të Republikës, rezultati nuk do të ishte 73 vota plus për zotin Nishani, por t'jeni sigurt që do të ishte një numër akoma më i madh dhe t'jeni sigurt që besoj që 10 deri në 15 deputet nga opozita do të votonin pro zotin Nishanit. Në ambientet e ngushta dhe në marrëdhëniet të drejt për drejtë me deputet të majorancës dhe konkretisht me mua dhe me disa deputet të tjerë, ka shprehur një simpati për zotin Nishani, sepse është një ndër politikanët dhe një ndër ministrat e majorancës të cilët përgjatë shumë viteve ka qenë shumë korrekt